Në Velipoj, kandidatët e PS-së qarkun në Shkodrës ishën në gjithë bashkë në vazhdim takime për zgjedhjen e 1 majit. Ato kanë kërkuar mbështetjen e banorëve të kësaj zone, të cilët kanë qenë për herën e mbështetjes së Partisë Socialiste, ndërkohë që theksuan se Velipoja do të ndërrohet në destinacionin kryesor turistik të gjithë rajonit. Siç është bë Velipoja pol turistash, do të bëhet qarku i Shkodrës fal kryeministit dhe zotit Beci pol investimesh. Unë jam i bindur, forca juaj do të çojë shumë numra në parlamentin shqiptar. Qeveria ka avancu me projektet në Velipoj. Flasim këtu për shembull për investimet në energji elektrike që sezonit na shkojnë bar, për rrugën që lidhej më në fund Shnjinin me Velipojen për me pas fluks turizmit edhe të shtumë. I pranishëm në takim, drejtuesi politik Benet Beci ftoi banorët e Velipojës për një vot masie për numrin 5 për Partinë Socialiste për vijimin e projekteve transformuese që kanë nisur në gjithë qarkun e Shkodrës. Ne jemi një. Të gjithë jemi një për një fitore të madhe të Partisë Socialiste që në fakt është fitoria e Shkodrës si asnjëherë tjetër në këto zgjedhje. E du për Velipojën. E du për Velipojën dhe nuk du asnjë ta çoj mendjen se mund të shpërqendrohet nga çdo thënie që ka, nga çdo koment që ka. Ne që ditën që na keni votuar për bashkinë, jena mundu me punë, pa fjalë. E fjalë s'kena bë, e ko s'kena shumë për fjalë. E në për fjalime nuk do na dëgjoni shumë. Vetëm për tregu që ne po punojmë fort dhe me meritu votën tuaj për parlamentin shqiptar, që Shkodra të ketë numrin më të madh deputetëve që ka pas ndonjëherë në parlamentin shqiptar, që t'ju përfaqësoj ju si asnjëherë tjetër.